PSD-ja me dalë dhe me thonë votoni LDK-na, se janë më të mirë se na, po jo beses janë. Nuk mundesh me koni mirë, të najtë Marigona Hill, nuk mundesh me kone mirë të e hek për Ismail Qemajlit qikat, se për i vjen njëra veceve, e mu qunë shkollë private. Nuk është mirë ajo besim. Në mpafshën politik najherë. Po? Në mpafshën politik najherë. Që fëmijët e mi në tardhmen. Po? Fëmijët e mi të tardhmen kanë me shku në shkollë publike. E unë kom u mundu me e bo Kosovën pak ma mirë, po për Marigona Hillita, dyshita, në luksin, do me thonë ti e president e vendit qohesh e len lagjen në breg dealit ku ke aty, edhe shkon Marigona Hill 2, edhe i hek qikat për Ismail Qemajlit se vjen i AVC, e ka i rrezikshme ajo shkollë për fëmijët, 2000 nxënës tjerë i lënë që aty, po vetë tërhiqe, shka është kjo punë? Ma mirë si kjo shefi jo të kështë bo biqu kret jashtë. Jo, kjo shefi apo kryeministri i vetëvendosjes, kjo i ka qunë Norvegji, për këto kemi folë të partë. A keni folë, Kemi folë të nkohen edhe 6 vjetë edhe kur s'ka dilemë. Për dëkela ke folë, Esan? Gjithë. A, kënë? Gjithë. Biletet dhe mas mirë, ja, ku më folë për okën. E për vete, a keni folë, e? Fushata e me ndeqan ka kalëzu qa me nojën e për okën. Ajo, ke mirë. Ka kalëzu qa me nojën e për okën. Ka kalëzu qa me nojën PSD-ja për okën. E për PDK-n, mundemi me folë, po PDK-ja është me qasin e njëjësit LDK-s, tu kalkulu elektoralisht, herë qesin Memlin, herë Bedriun, herë thojnë hajt ashtë ti bojmë do ndryshime kozmetike se nashtë ardzohet kur ti shkon Norvegji vetë, po jo nuk shkon vetë. Duhet me punu shumë, duhet me javë spjegu njerëzve qyshe tek, në njërë që me mujtë me... E ju sa gurin i keni gjujt dardanje këta, sa guri, sa raketa, tok, ajo, shas keni bo? Qka mërë kemi bo?